Shqipëria ka çelur sot 4 kapitull të tjerë të negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian, të cilët ushtohen 24 kapitujve që janë hapur në 11 muaj, duke dhënë një tjetër sinjal pozitiv në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Por sa gati është vendi ynë për NBE, progresi që ka bërë dhe mbi të gjitha, cilat janë detyra që sipas qytetarëve të Vlorës, si ndjekës së më të mirë të zhvillimeve politike në vend, duhet të përmbushen. Për vlonjatët, antarësimi në Bashkimin Evropian, në opinionin e tyre, është ende larg, mbeten ende shumë gjëra për të përmirësuar, duke e vendosur ata theksin tek pagat, pensionet, të cilat thonë se janë qesharake. Si problem madhor, përmendin edhe infrastrukturën, e cila për ta nuk është në nivelet e duhura, teksa thonë se edhe korrupsioni është një anë negative në këtë drejtim, i cili vazhdon ende të jetë në nivelet të larta. Shiko, dëshira e kemi edhe ne si popull edhe udhëheqja jonë. Dëshirë kemi, po varet sa do arrihet. Po janë shumë kushte që i pengojnë, ma merr mendja mua. Kështu që unë 30% mendoj se do vemi, 70% jo. Çfarë të pengon të mendosh se do vemi, domethënë atë masë 70%, çfarë janë ato që nuk janë plotësisht? Po shiko, ndoshta edhe unë s'jam në gjendje të përcaktoj plotësisht, po ka shumë angësirë shteti jonë, detyrimisht që ty çfarë të rëndon? Çfarë më rëndon? Po ja pensionet një para që janë mangut. Infrastruktura në të gjithë vendin nuk është në atë nivelin e duhur, që pastrimet e të gjitha nuk janë. Ka korrupsion shteti jonë? Patjetër që ka. Duhet për nivel të lartë jetese, mendon se ka nivel të lartë? Shiko, është rritur diçka, nuk është keq, po prap ka mangësira. Po. Ju vetë, ndjeni siguri, në jetë për jetën tuaj, kur kërkoni një shërbim, a merrni shërbimin e duhur? Shiko, para 10 vjetësh ka ndryshuar, tash janë shik më lartë, shërbimet të gjitha janë më lartë. Ka ende punë për të bërë? Shishka, ka shumë bile, ka shumë. Edhe për emigrantët, ata të cilët prej vitesh janë larguar nga Shqipëria për të jetuar në një vend të Bashkimit Evropian, standardi jetesës këtu, në krahasim me vendin ku jetojnë, është tepër i ulët. Për emigrantët, problem është edhe shërbimi që marrin qytetarët në administrat. Not jo kaluese sipas tyre ka edhe shëndetësia, themrën e Akilit, cilësojnë rendin dhe sigurinë në qytet, për të cilat thonë se duhet bërë më tepër. Pse mungojnë shumë gjëra, mungojnë që nga pasërtia, që nga rroga që kanë këtu pensionatët është shumë kritike. Nuk merr dot një pensionat, nuk vetë do të marrë një pako kafe, i dridhe dorë ajo. Buka është rritur, çmimet janë rritur në maksimum. Unë jetoj në Itali, ma unë harxoj më shumë këtu se sa në Itali. E kupton apo jo? Mbi të gjitha janë kontrollet e ushqimeve, apo çmimet e dyqaneve që i kanë ngritur si u doj shefi, e kupton? Bëjnë çfarë u doj shefi, shitësit. Nuk kanë kontroll nga shteti, nuk ekziston. Për mua shteti nuk ekziston këtu, edhe mbaroj. Korrupsion ka nga të ranët, nuk është vetëm Shqipëria në korrupsion, po korrupsioni kontrollohet, e kupton apo jo? Absolutisht jo. Unë bearin më shumë e kaloj këtu, jetoj në Itali, ma kam qejf se jemi në pension me tim shoq në Itali dhe kemi qejf se dhe fëmijët i kemi larg, janë në Australi, kemi qejf të jetojmë në Shqipëri, kemi nostalgji për vendin ton, jam vlonjante, e kupton? Janë shumë gjëra që mungojnë, janë gjërat më esenciale. I këti njerë në pronto soccorso të shikosh se çfarë bëhet. I këti, post dhe lek se zë njeri me dorë. Është e pamundur, e kupton? Jo më siç më kam thënë që të vesh të bësh një intervento është merr. Unë atje i kam të tëra falas. Sa i hy në Itali kam falas të gjitha. Nuk diskutohet që dhe atje koha për shembull një intervento është e gjatë, jo? Po që jo si këtu është të merr. Mjekësia këtu është, nuk flitet dot fare për mjekësinë. Janë gjëra shumë që nuk vënë. E kupton, edhe kështu që për mua edhe shteti do shumë që të forcohet të vërë njerëz kompetent. Unë nuk e di se çfarë qeverie ka dhënë tash dhe nuk më intereson. Mua më intereson spitali, më interesojnë ilaçet që marrim, janë të kontrolluara, si janë të kontrolluara. Ti vetëm me një antibiotik edhe ai ta jep, nuk ti jep skatolën, ai ti jep vetëm 5 apo 6 kokra. Si mund? Nuk bën vaki. E kupton? Ti mos të marrësh antibiotikun pa shkresën e doktorit. E kupton apo jo? Kështu janë shumë gjëra që wow, Shqipëria do shumë. Po Shqipëria është gjanë në Europë, se gjithë njerëzit kanë ikur, çka kërkon më ti për Europën e Shqipërisë? Jo, mund të antarësohet. Edhe ju jeni në më dyshje
Nëse thoni mund të ata. Mund, po më dysh. Po shikoj që edhe të kjo qeverisje, lloj qeverisje me fjalë, ka një, si të thuash, një megalomi në mendime, ka një fryrje, fryrje të çdo gjëje, e kupton? Dhe nuk shikon në një perspektivë, do më thënë, shumë të shpejtë, që ne t'i kapim ato hapat e demokracisë vërtet. Mungojnë shumë gjëra. Po, unë jam në emigracion. Unë kam qenë drejtori pyet, shërbimit pyet këtu. Unë dy takime e kam bërë me ish kryetarin këtu, për mirëmbajtjen e qytetit, për problematikat që ka qyteti. Dhe më vjen keq që ai e dha dorëheqjen, por nga ana tjetër them se ndihma nga pushteti qendror në zgjidhjen e disa problemeve nuk është në hapat e duhura. Nuk është ai duhuri. Ka korrupsion në vendin tonë, zotëri? Ka. Ka nivel jetese të dur si e njëjtë me Bashkimin Evropian? Jo. Për mendimin tim jo. Ndjeni siguri si qytetar për jetën, rendin, përgjigjen? Unë jam kërcënuar 3 herë për vrasje. Vetëm për të mbrojtur pyllën e sodës. 3 herë. Një herë më erdhën të shtëpia, dhe ai ishte polic. Në shtëpi me armë në dorë, shtiu 3 herë, e mori jetësia, e fala sepse mendoja për fëmijët. Mund të kërcënohesha, mund të më vrishin fëmijët. Dhe shtëpia ime ishte një shtëpi e veçantë. Erdhi polici, gjoja i deur me 2 deur, e kupton ti dhe qelloi. Najr. Po. Të fundit, mendoni se me këto paga, me këto pensione mund shkohet në Europë? Jo. Është pagë qesharak, qoftë për pensionistat sidomos është pagë qesharak. Ndërsa ka edhe nga ata të cilët tregojnë se Shqipëria është gati për në Europë, por kur pyeten për disa prej problematikave madhore që janë ende, nuk pranojnë të komentojnë më tepër. 100%, ja, pyet e zonjën atë. Pse? Ma argumento tani. 100%. Pse se janë të gjitha kushtet. Për shembull? Edi Rama komandant, general. Ja, Niveli jetese të barabartë me Bashkimin Evropian? Niveli jetese të barabartë me Bashkimin Evropian? Po mirë, sa gjëra nuk zgjidhen me njerë. Mendon se shteti ynë ka ende korrupsion apo është eliminuar? Atë nuk përgjigjem dot se do iki te kafja. Ka ngelur ende për të hapur edhe 5 grup kapituj, të cilët pritet të mbyllen brenda këtij viti. Grup kapitulli 4 përfshin fusha kyçe si tranzicioni i gjelbërt, mbrojtja e mjedisit, energjia e pastër, ndërlidhja e qëndrueshme e transportit, të cilat janë në qendër të marrëveshjes së gjelbërt europiane dhe prioriteteve strategjike të Bashkimit Evropian.